Kancelari gjerman Friedrich Merz ka lëshuar akuza të forta ndaj lidershipit iranian duke cilësuar qasjen e tij në negociata si poshtëruese për Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump po përballet me një strategji të qëllimshme zvarritjeje nga ana e Teheranit, e cila synon të shmangë arritjen e rezultateve konkrete në tryezën e bisedimeve. Deklarata e Merz vjen në një moment kur përpjekjet diplomatike mes dy vendeve kanë ngecur. Vetëm 2 ditë më parë Trump anuloi një udhëtim të negociatorëve amerikan drejt Islamabad, ku pritej të zhvilloheshin bisedime indirekte me një delegacion iranian. Ky vendim pësoi një tjetër raund të pasuksesshëm negociatash të mbajtur në të njëjtin qytet rreth 2 javë më parë. Në atë takim, delegacioni amerikan u drejtua nga zëvendës presidenti J.D. Vance për pa arritur në një përparim konkret. Sipas Merz, kjo tregon qartë se pala iraniane po përdor një taktik të mirë organizuar për të shtyrë procesin, pa hyrë realisht në negociata efektive. Iranianët janë shumë të aftë në negociata, ose më saktë në mos negociata, është shprehur ai, duke shtuar se kjo strategji i detyron amerikanët të marrin udhëtime të panevojshme dhe të largohen pa rezultate. Ai e cilësoi situatën si një poshtërim për një vend të tërë, duke e quajtur rolin e Gardës Revolucionare Islamike në këtë qasje. Megjithatë, kancelari gjerman shprehu shpresën se kjo situatë do të marrë fund së shpejti dhe se përpjekjet diplomatike do të përfitojnë seriozitetin dhe efektivitetin e nevojshëm për të arritur një marrëveshje mes palëve.